Mirë edhe keq. Unë të që rri në shpi, edhe zdalja, më shtetë këtu, shof lajmet si gjithmonë, lajmet nga Shqipëria. Edhe lajmet janë edhe mirë edhe keq. Me qenë se flasë vazhdimisht për të këqijat, le të flasim pak për të mirat. Dy gjona të mira, të dyja fatkeqësisht lidhen me ata që shumica e popullit nuk e do, Edi Ramën. Një, vizita në Kosovë, jashtëzakonisht e mirë. Më pëlqen kjo. Do të nisim pastaj. Ta bëjmë cancel dhe se kam telefon edhe është i rëndësishëm këtë telefon. Ku u shkëputëm, po thashë dy lajme që më kanë pëlqy nga Edi, edhe lajmet që s'më pëlqen po prap nga Edi Rama, por që më pëlqen është vajtja në Kosovë, së deri sot kemi shku për para ke në Serbi edhe në ku quhet në Greqi, ku do dion pak rëndësi ka, por jo për krahje për Kurtin, për arsye se këtu bëjmë gabim pastaj. Unë për krah Kurtin, natyrisht edhe Vjosa Osmanin, nuk kam se të mos i përkrah, s'kam qenë zhgënjym asnjëherë me ta, por ne nuk shkojmë për të përkrah Kurtin, edhe nuk duhet përkrahim Kurtin. Ne përkrahim shtetin e Kosovës, që është formuar, kjo është një mrekulli, është një kënaqësi. Pra, pavarësisht që unë për vete jam përkrah Kurtin, nuk di të flas keq për tjerët, por di që Kurti ka bërë një punë të mrekullueshme për Kosovën. Për krah Vjosa Osman, nuk them që ne s'kemi njerëz më të mrekullueshëm se Vjosa Osmani në Kosovë, kemi plot edhe duhet kemi, sepse nuk kemi që si në Shqipëri që kemi me Belinda Ballukun dhe s'ka kush të zëvendëson. Pra, por ne përkrahim gjithë shqiptarët kudo që jemi, në Kosovë, në Shqipëri o kudo, këtë shohin si përkrahje të qeverisë që është sjellë është mrekulli. Edhe në të njëjtën kohë shpresoj që këto bëjnë plane të përbashkëta, jo vetëm për bordin e paqes ku do të jenë të dy shtetet tona. Pra jo vetëm për bordin e paqes që të jenë me një zë dhe s'kan si të jenë ndryshe, por edhe të koordinojnë nëse ka met në gjë pra për të koordinuar për çfarë do bëhet për ndihmë të hapet e fundit vendimtare për ndihmën e UÇK-s. Unë jam për natyrisht daljen të pafajshme të katër e provave të UÇK-s që janë në Hag, jo sepse e di unë që kanë bërë, po s'kanë bërë krimet në Kosovë, mund të kenë bërë krime në Kosovë. Ne bëjmë, ne gjithmonë i qërojmë hesapet me kundërshtare, do ketë bërë krime, patjetër, më mendoj unë që mund të kenë bërë, ashim tha që këto, por ata nuk dënohen për këto krime, ata dënohet një losët lufta UÇK-s, kështu që ne s'mund të pranojmë, s'duhet të pranojmë, s'duhet jemi dakord, por duhet bëjmë shumë që mos dënohen. Në qoftë se dënohen në Kosovë, prap kur dënohet dikush që duhet marrë parasysh të gjitha anët e të mira dhe të këqijat, edhe nëse nuk, por që duhet të shpresoj të koordinojnë këto bashkëpunimin. Edhe në të njëjtën kohë duhet të punojnë bashkë për forcimin e ndjesisë kombëtare në Ballkan dhe kryesisht tash po shifet në Maqedoni. Shifet një lloj përbuzje për Shqipërin, për gjuhën shqipe dhe komunitetin shqiptar. Ne tash jemi të fuqishëm, duhet jemi të fuqishëm. Shqipëri dhe Kosovë, që unë kam qejf ta quaj Dardani, duhet jenë lozin një rol më të fuqishëm për mbrojtjen e interesave kombëtare, kryesisht tash është në Maqedoni. Ku janë gjonat e këqija tash? Gjonat e këqija kryesisht është ky dy që shafun me Ramën. Një këmbgul e ka sqaruar, ka thonë, që Belinda Balluku ka thonë parlament, ka dorëzuar 3 herë atë kërkesën për dorëheqjen nga zëvendës kryeministër, një herë kur sapo u shpall në hetim nga Spaku, një herë kur Spaku më duket kërkoi të heqë imunitetin, edhe herën e tretë kur
gjykata kushtetuese e la asë rrëzoi e la ashtu siç ishte, pra nuk rrëzoi atë kërkesën e SPAK-ut 3 herë. Edhe 3 herë thot unë kam refuzu. Ai e justifikon refuzimin, por nuk është justifikim i një burri shteti, është justifikim i një kokderi që shkel rregullat e shtetit vet, ligjet e shtetit vet, se thot unë s'kam pranu për arsye se duhet të tregoj atyre që keni fut hundët ku si takon, kur në fakt thot në tjetrin gjë që ligji u jep atyre të drejtën dhe obligimin, edhe këto do të ndrojnë dhe ligjin. Tashti, ose kanë vepru të manë se ligji ekziston, po ti se njeh ligjin dhe do ta ndryshosh për të mbrojt ata që shumica e njerëzve quajnë hajdude, edhe kështu e quajnë SPAK-u, ose pra nuk duket mirë kjo, duket si një abuzus edhe nuk mendoj që është mirë. E dyta është se ai ka thonë që unë nuk do ta lejoj shkarkimin e saj, është e dyta, deri kur të mushen kushtet e kujt? Ti thuje troç, unë nuk e njoh shtetin, unë nuk e njoh gjykatët, edhe do të veproj se kushtet, kur të mushen kushtet nga ana jote, kushtet janë mush në momentin që SPAK-u me të drejtë apo të pa drejtë e ka shpallur atë pa denjë, duke zbatu ligjin, vetëm ligjin 242. Pra në bazë të ligjeve që do të ndryshohet, ligji kur të ndryshohet do të mbrojë ato të tjerë kur dalin nesër një urdhër nga SPAK-u që shkeli ligjin, por jo për këtë, se kjo e Belinda Bollukut është bërë kur ligji ekzistonte. SPAK-u ka vepruar në bazë ligjit, ti përshkel ligjin, ti se pranon ligjin, ligji që ekziston. Pra këtu prapë është shumë gabim Edi Rama. E treta, ajo që desha të them unë, është kjo, ndryshimi i ligjit në mes të lojës, ndryshimi i rregullave të lojës në mes lojës, nuk është mirë, po kjo kam frikë që ndoshta Rama nuk e çan kokën, por kam frikë që dëmton më shumë figurën e Ramës se sa e forcon, nëse ai mendon që do ta forcojë marshin. Kjo nuk e forcon, por problemi që ne kemi tashti është se ne kemi një qeveri edhe kompleksen 3 figurat kryesore që po veprojnë kundër ligjeve, kundër shtetit, kundër kushtetutës, që janë Edi Rama, Taulant Balla dhe ky Peleshi. Kjo treshe po vepron në mënyrë gangstere, në mënyrë tamam si këto kartelet e drogës, kartelet e shtetit, edhe ndrojnë ligjet në mënyrë kriminale, kërkojnë të ndrojnë ligjet në mënyrë kriminale, mbrojnë ato që është në nënhetim në mënyrë kriminale, por problemi është se ne nuk kemi përkrahje sot nga bota. Protestat nuk po i shohin bota si protesta për të pengu këto veprimet kriminale të shtetit, por thjesht për t'i marrë karrikën Edi Ramës, edhe nuk përshikohet pozitivisht ajo e protesta gjysmë së kombit. Edhe unë nuk jam dakord me protestat e shumshme, me këto hedhjet e Molotovit dhe hedhjet kundër institucioneve tona shtetërore. Nuk jam dakord. Por po bindem që ato që protestojnë nuk janë Sali Berisha. Sali Berisha i bën thirrje, se s'kan ngel kusht tjetër për ta. Ato që protestojnë janë të pakënaqur me këtë që ndodh. Pra është gjysmë e popullit. Edhe Edi ka fol jashtëzakonisht keq aty kur i quajnë këto rrugeçër që hedhin kështu bomba primitive, këta Molotovë që ka quhen. Ti po flet për gjysmën e popullit që është i pakënaq, që s'ka
asnjë shpresë për të ardhmen, për familjet e vet, për jetën e tyre. Ti nuk po akuzon Berishën këtu edhe Flamur Nokën, të cilët unë se çaj kokën për ta. Por ti po akuzon ata që ngrihen, gjysmën e popullit, edhe po t'jenë pa drejtë zgutëson. As Berisha t'i shaj gjysmën e popullit që janë socialist, as ti t'shash ata që për udhëheqjes s'kan Berishën, se s'kan tjetër sot për sot. Berisha dhe Flamur Noka kur që këto, natyrisht që asu nuk e çaj kokën. Por jo për ata që ngrihen. Ca për tyre natyrisht që duan poste, por nuk është shumica. Mira njerëz që mushin sheshët. Sheshi është sheshi Skënderber, rrugë Dëshmorë të Kombit, që kanë qenë quajtur bulevardin, çka janë. Ato janë mira nga gjithë Shqipëria, ata s'do morin poste. Ata janë të pakënaq me qeverisin e vendit, kryesisht me këto hajdut ligjet, kryesisht me këto pisligjet, nuk e di, pash sot në lajme, një gjoja spital në Fier. Spital. Në katin e tretë, ku njerëzit s'mund të njitesh në përshkallë, kur s'mund të eci, as hypin makinë, do shkojnë në katin e tretë, spital, që ishte i mush me pisligje, aty poshtë dukesh sikur ato halet që ekzistonin dikur, halet e burgjeve, po të shkollëve bilen gjatë komunizmit, më falni për shprehjen, po ishte muti për sipër, kështu ishte spital, ky mut, tamam i mulu me mut, me pisligje, me mbeturina, me myk kudo. Pra, si mundet sot e kësaj dite një qeveri me fondet e shëndetësisë mos ketë ndërtu një spital që tjetë të turpshme, e merakshme për këtë qeveri, kur vidhen miliona dollar në era që quhen me këto korupsionet. Pra, edhe një gjatë tjetër që më erdhi jashtëzakonisht keq, është jo se akuzohet Berisha, le të akuzohet kushdo, e le të hetohet kushdo përfshi edhe Edin, nesër nëse është me korupsion, por Berisha thot që janë 30-50 faktet falsifikume. Në qoftë se ka falsifikime turp për SPAK-un, turp për qeverin, që nuk është nevoje të falsifikosh, ke plot fakte të dënosh tjetrin, edhe Berishën për shkatrimin e ushtrisë shqiptare, për shkatrimin çdo gjë që bën për 50 vjet, për mbledhjen e pareve në piramidë dhe që su gjetën paret, ka shkun paret. Mirë që u mlodhen, mirë që u mashtrun, po ka shkun paret. Ka hikën paret që u mlodhen që si mori shteti. Për shumë këto janë të s'ke nevojë të falsifikosh dokumente, apo nuk i nxjerrin këta se janë të njëjtit, janë të drejgjum nga Beogradi. Pra ka mjaft anë të mira, ka mjaft anë të këqija. Mu më pëlqen për shembull ta shoh edhe Albin Kurtin ose Vjas Osmanin, edhe Bajram Begën, edhe Edi Ramën të vinë këtu e takohen me Donald Trump, se ato janë udhëheqësit e shtetit tim. Edhe pse me të mëron që përforcon pozitët e Edi Ramës, kundrejt atyre që janë kundra, por mu më intereson shteti. Mu më intereson shteti, më intereson Shqipëria, më intereson Dardania, më intereson shteti në Kosovë, si që qunë ju, të forcohet edhe forcohet kur ata ftohen krerët e shtetit atje, dhe jo kur largohen. Ata nuk është perëndimi, nuk është Amerika që do të na heq neve, ato i heqim ne me votot tona, por natyrisht kur i fton Amerika, kryesisht edhe Evropa, pozitët e tyre përforcohen, por ne thjesht që përforcohen pozitët e tyre, ne nuk mund të themi që inshallah nuk i ftojnë pse i ftojnë, se kjo dëmton Shqipërinë, nuk dëmton thjesht pozitët e tyre. Edhe ne ndryshimet qeveritare i dum në qoftë se qeveria e bën shtetin ton më të fortë, e bën kombin ton më shpresë në të ardhmen, edhe ne këta e bëjmë vetëm kur ata në i ftojnë në udhëheqësit, ato udhëheqësit kemi. Ne kemi një punë të madhe, por unë mendoj një gjë tjetër.
Kjo që ka bëjë Edi Rama, për shembull që mori këtë dashnar, tamam si dashnar, se dashnari nuk është në terminologjinë shqipe, dashnari ka kuptim të keq. Dashnari nuk ka kuptimin i dashur. I dashur është ai hap, dashnari ka qenë ai fsheti. Dashnari ka qenë edhe kur gruaja e martuar ka qenë një tradhtare, një putane, një kurv, ka pas dashnar. Dashnari nuk është në kuptimin i dashur. I dashur prap ka qenë burri, që e ka marrë në shtëpi, por ka pas dashnar. Vetëm emri dashnar është term i keq, se si ju vjen fëmijëve e gratë e burrat emrin dashnar. Vetëm unë gjithmonë kam menduar që i ka hedhë sy burrëve e anon që ka pranuar ta quajë fëmin e vet dashnar, se do të ketë pjell me dashnar dhe jo me burrën e vet. Emri më i keq, më i përshtirë për mua ka qenë emri dashnar. Po nese, nuk mund se ka plot njerëz që kanë emrin dashnar, ashtu i interpreton populli, aq mend ka dhe aq kupton. Por ky e përligjet të fjalën dashnar, ky kurva. Por Edi Rama ka bërë një punë fantastike. Bravo i qoftë diplomat këtu. Çfarë ka bëj? Ja ka marrë Edi Rama atij Sali Berishës i kërkon thyrje, i kujton edhe të tjerëve të ikën të largohen. E dyta, e kthen për një ditë dy bisedën nga pisligji që do të bëhet në rëshoj kushtetutën në shamat për këtë dashnarin, në një kurv. Unë e pash kur foli aty, kur ishte me Edi Ramën që foli si kurv. Unë nuk e kam njoftë përpara, aty e kam pa për herë të parë. Edhe Edi unë do të bëj këtë, do të bëj ato, t'jap fjalën, ku ke fjalë ti? Ku mund t'japësh fjalë ti? Rri aty mor kurve keq, ti që tradhton sa në këtej, ti s'ke, por Edi ka bërë një punë fantastike. Edi duhet bëjë edhe këtë gjë, jo të flas gjysmës së popullit. Gjysmës së popullit që ndjekin Sali Berishën, nuk duhet i përshtroj ai, edhe si ata që hedhin bomba primitive. Ai të luftet ta bëjë me Berishën dhe Berishën mund t'ia dëmtojë ata njerëz nëse do, duke mos i pasi kundërshtar. Se ke 15 vjet a 20 vjet që je në qeveri për shembull ti Edi Rama, edhe nuk mundesh për shembull t'ja myllësh derën atyre të djathtëve quhen ata, që janë kundër teje, por duhet t'i afrosh. Qeveria nuk duhet i shoh siç kemi pas në luftën e klasëve, përpara që t'ja myll derën për shembull nëse kanë fëmijë të edukum, të mos i jap punë se janë të djathtë, ose në qoftë se kanë fëmijë që janë të prirur për shkollat ndryshme, të mos i hapin dyert e shkollave, nuk e di si veprohet tash në shkolla. Pra, në qoftë se ata që shkojnë Sali Berishës në për protesta, ndihen jo të diskriminuar dhe distancuar, diferencuar nga qeveria, ata s'ka nevojë të shkojnë Sali Berishës për të përmës ty, pavarësisht që ti po vjell, edhe në qoftë se do të kërkojnë përmësin ty, do të bëhen bashkë si socialist, edhe si djallë se po vjedh pronat e tyre. Për çdo gjë që është e shtetit është e tyre, jo e ministrave, jo e Edi Ramës, por qeveria shqiptare ka 15 vjet, 20 vjet që është në pushtet. Nuk duhet i shikoj ato turmët kundërshtare që kanë votuar për PD si armiqtë saj, edhe në qoftë se ata janë armiq idealisht, edhe duhet i trajtoj një lloj para shtetit, shteti është i gjithëve, kombi është i gjithëve, qeveria është i gjithëve, pavarësisht që kush e ka zgjedh, është votu, ata që kanë pas mendimin, shumica e ka zgjedh nëse s'janë vjedh. Por në momentin që zgjidhesh, ti duhesh të jesh i gjithë dhe sidomos tash që kanë kalu 15 vjet ndryshe, do ta krijosh një gjysmë në Shqipëri zgati, të jetë kundër teje, dalin në protestë dhe protestat do rriten, do shtohen e do bëhen më të flakta, do bëhen më që edhe perëndimi s'do të mund të shpëtoj, se nuk do të vi. Edhe të marrin ata Kalashnikov, perëndimi të vras protestuesit, po i bën ti, do i bësh gropën vetës, po si bën do rriten. E vetmja gjë që duhet bëhet tash në Shqipëri, mendoj unë, është që të pushoj një herë për gjithmonë ajo përndjekje shtrigësh e qeverisë, që kush i jep votën e tyre, bile marrin dhe rroga. Kam mësuar këta që quhen këta, së mësova emrin, po patrazhonisë se si quhen, i paguajnë me rroga pa punu. Kurse këto që janë kundërshtar
edhe po të kenë mundësi të shërben qeverisa, shtetit o kodë dion, këto shkilen me kam. Pra ata që boni me dashnorin, me këtë kurvën, Edi Rama duhet të bëjë me pjesën më të madhe të popullit, të hap dyrën, të ndihet çdo lloj shqiptari, pa dallim bindjesh politike, jo i diskriminum, jo i diferencum, jo i përsekutum. Edhe këto kam qef të ndryshojnë. Natyrisht që uroj që mos bëhet gabimi nga parlamentarë dhe të kalojnë këtë parlamentin ndryshimin e ligjit, mund të ndryshoj ligji. Ligji ndoshta ka probleme, edhe duhet ndryshoj. Ndoshta jeti këtu ka të drejtë, që ca figurat jenë paprekshme, por jo në këtë moment për të mbrojt Belinda Ballukun, edhe për të mbrojt me kë është i lidh Balluku. Kjo është e padrejtë, kjo është kriminale, edhe duhet në vend që të bëjnë protesta dhe të djegin këto institucionet tona, protestat duhet jenë më qytetare, më të buta po më të forta, tek çdo ambasadë perëndimore, në qeverinë amerikane, në shtëpinë e bardhë, në Kongresin dhe Senatin amerikan, në Bruxelles, po të jenë të paqshme, mos të duken që janë këto thjesht nga t'i marrim karrikën, ne, po të duket që këto po mbrojnë hajdutët, kërkojnë të ndrojnë ligjet në mënyrë kriminale, por duhet jemi shumë të kujdesshëm. Duhet jemi aq të kujdesshëm sa që të mos shkojnë deri atje. Sa Shqipërisë për shembull të ndërpriten fondet, apo të pritet rruga për me hyrë në Evropë, që s'do t'je presin se duan Ballkanin sa më shpejt në Evropë dhe ne duhet në Evropë, por t'jetë bila as atje sa ata ndikojnë në rrëzimin e Ramës, por t'jetë që të tërhiqet vëmendja Ramës nga jashtë, që këta janë akte që ne si pranojmë dot në demokracitë perëndimore, këto aktet kriminale të ndërhyrjes së shtetit me ndru ligjet për me mbrojt ata që janë tash në hetim. Mrapa mos i të mëroj kjo, ligji duhet shikohet me kujdes nga dy palët, edhe në qoftë se dy palët janë gati në barëspesh dhe jo kur një mazhorancë është komplet një partie, se këtu pasaj ligjet janë pa drejta. Ligjet nuk bëhen për një parti, nuk duhet bëhen për një ministër. Ligjet bëhen për shtetin, ligjet bëhen për kombin, kur një parlament është me një mazhorancë theksume e një partie, duhet të jemi shumë të kujdesshëm të mos i ndrojmë ligjet, sepse ata nuk janë ligje që i konvenojnë, është një fjalë e bukur kosovarëve, gjithë shqiptarëve, por që i konvenojnë një partie dhe bile më tepër që i konvenojnë ca njerëzve që nuk janë më udhëheqës shteti, po janë ato të karteles, bosët, e gangsterët, e qeverisë. Duhet pas shumë kujdes kur ndrohen ligjet, kur në parlament shumica i përket një partie, po shumicë dërmuese, por kur të mos bëhen kur është në nëhetim një qeveritar për të mbrojtur qeveritarin. Sami Gjoka ju përshëndet.